Jemi kthyer sërish në studio dhe tani është koha e intervistës, të cilën sot e zhvillojmë me Bajram Hasanin nga Nisma për Kosovën. Mirë se vini zoti Hasani. Mirë se vini. Ka dështuar për herë të tretë realisht mbajtja e shqyrtimi realisht i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2017. Si vlerësoni një gjë të tillë? Po, do thotë sot partitë Nisma dhe Aleanca kanë dalë me qëndrim një konferencë për Shtyp, ku kanë bërë të qartë qëndrimin tonë. Do thotë po shihet që mos pajtimet e koalicionit qeverisës, çush kemi thonë në fillim se ky koalicion është i panatyrshëm dhe nuk mund të funksionojë, do thotë po dalin edhe probleme të vazhdueshme. Tash po mendojmë që ndoshta kësaj here është bën favor ose të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kemi edhe antar të Partisë Demokratike që po kundërshtojnë hapur. Dhe sot nuk kanë marrë pjesë vetë për DK-ja, do thotë që ka dështuar. Po për herë tretë realisht po dështon. Ka pasur qëndrime të ndryshme realisht krahas buxhetit, ndërkohë janë shpërfaqur edhe qëndrime të ndryshme. Thuhet se buxheti është i orientuar në komunat të cilat i drejton LDK-ja dhe janë mbërritur përçarje të mëdha mes tyre dy partive. Cili është komenti juaj? Po ne e thamë edhe më herë, do thotë ndoshta edhe problemet e tyre, orientimi i buxhetit në bazë të premtimeve elektorale ka bërë do thotë që ndoshta mund të jetë një arsye prishjes këtij koalicioni. Këta mund, do thotë na e dimë që është procedurë nga qeveria, ka shku në komision, dhe këta që 3 herë, nga data 15 deri sot 3 herë e shtynë radhazi, në mungesë të ujdisë për ta kaluar për ta proceduar në kuvend. Ku mendoj do thotë ndoshta është një arsye nëse edhe prishja ose më pas e bep kalimi këtij projekt ligjit për shkuën drejt zgjedhjeve. A presni që do rrihet një ujdi mes partnerëve të koalicionit apo besoni se kjo do të jetë mbollshërri dhe buxheti nuk do të kalojë dhe rrjedhimisht edhe qeveria do të bie? Ujdi mund të vinë, këta do thotë se gjithë kjo është besoj që ka pazar politik, të Partia Demokratike lëshon disa zyrtar që të prononcohen me qëllim të shtrëngimit pazarat, do thotë ku besoj që LDK është e detyruar domthonë ta bëjë një gjë të tillë, domthonë të shojë penke drejtim për të ardhur deri te procedimi në kuvend. Pra po thonë që LDK nuk do të jetë konsistente dhe do të pranojë kushtimet ose kërkesat e VDK-s. Unë mendoj që është e detyruar, do thotë se ata ndryshe nuk i kanë votat për ta kaluar dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje në të kundërtën. Po, flasim pak për procesin zgjedhor që pritet të mbahet me 4 dhjetor në Drenas. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga zgjedhjet në këtë komunë? Po, domthonë përshini që zgjedhjet në Drenas do thotë janë bërë me 4 dhjetor, është caktuar data. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë shumë e zhurshme në drejtimin e kandidimit kandidatëve. Ju e dini që do të thotë disa kandidatë brenda Partisë Demokratike kanë kandiduar si të pavarur, por presioni ose po do të flasim më vonë për tërheqjen e tyre, por cilat janë pritshmëritë e Nismës për Kosovën nga ky proces? Ne si Nismë kemi nxjerr kandidatin, ku mendojmë domosdoshmë se është rruga dhe mënyra e duhur që qytetarëve Drenasit konkretisht ju ka dhënë mundësia që të votojnë një njerëz të ndershëm, një njerëz me plot integritet, një njerëz do thotë që ka bagazh edhe kombëtar, është i arsimuar dhe gjitha ato atribute që duhet qytetarëve të Drenasit t'ia sjellë ndryshimin. Po, në këtë proces zgjedhor keni edhe përkrahjen edhe të AOK-s, thuhet mirë po apo dalin në terren AOK apo lobojnë në një farë forme për kandidatin e Nismës. Pasi ata nuk kanë fare kandidat në këtë zgjedhje. Ne kemi marrë mbështetjen e AOK-s, do thotë jemi në bashkëpunim të plot, atë fuqi që e kanë do thotë ata po mundohen të na përkrahin. Po, ndërsa si vlerësoni tërheqjen nga kandidimi të 2 kandidatëve të pavarur, të cilët kanë qenë pjesë e PDK-s dhe janë kthyer sërish në këtë parti? Thamë ne nesër më herët, do thotë tërheqja e kandidatëve të pavarur është dul që krejt kjo është, që kemi thonë në fillim është pazare politike, do thotë nuk ka qenë për të mirën e qytetarëve Drenasit, nuk ka qenë për të sjellë në një ndryshim, po për të bërë pazaret e tyre politike. Sot e pam në media se është premtuar një zëvendësministër i shëndetësisë zotit Bazaj. Kjo do thotë rrjedh i lutem vesh t'i kthehemi do thotë siç është ftuar për ta promovuar kandidaturën zoti Bazaj, aty do thotë janë ftuar qytetarët e Drenasit që të promovohet kandidatura e tij dhe futet do thotë me kryetarin e partisë në ajo krejt do thotë nëse qytetarët e vlerësojnë drejt, është me të vërtetë një lojë, është e pamoralshme, edhe në politikë do të me pas rregulla. Kjo është total jo etike dhe e pamoralshme. Pra po thoni që ka pas pazare me tërheqjen e 2 kandidatëve të pavarur. Po, do thotë ne mendojmë do thotë dhe jemi konvintur se ka pas pazare, por sot po më edhe nëpërmjet media se është premtuar zëvendësministër
i shëndetësisë dhe të bazaj. Që mendojmë që do të rrjedhin ndoshta edhe pazare tjera që janë të ri kandidatët ose jo kemi bërë edhe një analizë dhe thotë se si komplet qeveria dhe thotë e kemi thënë se PDK-n e kanë ka pethat. Me të vërtet PDK-ja pe hum qerdhen. Aty ku ka pas grumbullin e vota. Qytetarët janë vedisu dhe tani friga e PDK-s se po e hum drenasin, po e hum bastionin kryesor të Partisë Demokratike të Kosovës, ka arrit që të angazhoj gjithë ekipazhin, gjithë... E keni pas një status mbram ku keni kritikuar ministrat e PDK-s që po marrin pjesë në fushat, në fushatën realisht të PDK-s. Ende nuk është fushat sepse ende nuk ka nisur para fushat. E thamë do thotë po i shtin krejt mekanizmat PDK-ja, mekanizmat shtetëror në funksion, vetëm të arrujë elektoratin, t'i bindë dhe njëra, t'i mashtron ata qytetarë, të cilit i ka mashtruar me vite. Kemi domthonë ministra, zavendës ministra, zyrtar për shembull, thomi do thotë përveç disa ministra, Redin Kuçi, Memlik Rasniqi, Bleran Staveleci, dje ka shku në ndihmë edhe në Vera Hoxhaj, që ne i bëjmë thirrje publike që ta ushtroj funksionin e vet si ministër i jashtëm, le të sill Kosovës një ujë të reja. Mos mirët me zgjedhjet do thotë Drenasit, sepse Drenasi ju garantoj që ju ka rshit nga dora. Përveç këtyre ministrave do thotë kanë inkuadruar gjithë zyrtar duke i kushzuar ndoshta me vend pune, po dhe zyrtar të lartë të institucioneve publike, dje është pa drejtori i postës duke lobuar me kandidatin e Partisë Demokratike. Ne i bëjmë apel të gjithë zyrtarëve që udhëheqin institucionet publike, të cilët paguhen me taksat qytetarëve, që të kenë kujdes që mos të binë prej e provokime, prej e mashtrime, prej e kushësime të pushtetit. Po, flasim pak për reformën zgjedhore. Tashmë janë mbajtur 2 takime të iniciuara nga presidenti Thaçi dhe është vendosur që të formohen 2 komisione ose 2 nën-komisione punuese, të cilat do të merren me reformën zgjedhore. A do të jetë nisma për Kosovën pjesë e këtyre takimeve? Ne kemi thënë edhe si nismë, edhe si parti opozitare, se kjo kërkesë e presidentit do thoshte kërkesë e vonuar, shumë e vonuar bile. Ai ka mujt këtë kërkesë ta bëjë qysh kur ka qenë edhe kryeministër i vendit. Tani nuk është koha që të bëjmë reformë zgjedhore. Koha është që vendi, ky president të shpallë zgjedhjet. Të shpallë zgjedhjet që ky vend të lirohet nga kjo krizë politike. Nuk është koha që të hyjmë reformës zgjedhore, sepse mendojmë që ka kohë që i ka humbur legitimiteti kësaj qeverie dhe këtij kuvendi. Pra po thonë që reforma nuk mund të bëhen në këto rrethana dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje parakoshme. Por nuk mund janë presidenti të mbaj pa partitë opozitare. Nuk mundet reforma zgjedhore pa pëlqimin së paku e subjekteve politike që janë institucionale që janë që përfaqësojnë kuvend. Megjithatë, kjo mund bëhet me 2/3 e vota, pasi qeveria ose koalicioni qeveritari ka mbi 80 vota në kuvend. Mirë, ata zakonisht mund edhe të japin kaje dhe të interpretojnë si të dush, por për të bërë një reformë mirëfillt, duhet përqafohet së paku nga subjektet që janë përfaqësues kuvendin e Kosovës. Po, flasim pak për çështjen e vizave dhe demarkacionin. Keni thënë më herët se demarkacioni nuk i ka penguar vizat. Sa qëndron kjo? Në kohën kur ka pasur deklarime të zyrtarëve të lartë Bashkimit Evropian, të cilët thonë se demarkacioni është kriter për liberalizimin e vizave. Po, ne kemi thënë disa herë, mendojmë dhe thotë është një ndër kushtet që besojmë që këtë më shumë e ka kushzu Prishtina se sa Brukseli. Mirë po ne i bëjmë qeverisë thirrje që të luftohet korrupsionin brenda vetvetes. Por jo këta njerëz, ta nuk mund ta luftojnë korrupsionin. Ne edhe sikur të kalon do të thotë, unë jemi sigurt që këtu është me lujt me ndjenjat e qytetarëve, sepse këta kanë gjetë një formë më të mirën ose një formë se të gjithë qytetarët janë të bindur se Kosova do thotë është e izoluar dhe jemi të bindur edhe ne, edhe një formë më lehtë për ta kaluar në këtë kohë demarkacionin. Por unë jam i bindur se edhe sikur të kalon sot demarkacionin, ne nuk do të kemi vizat, sepse e dim që kushti kryesor është luftimi i korrupsionit. A ndjeni përgjegjësi zoti Hasani në rast se qytetarët vazhdojnë mbesin të izoluar që për çështjen e demarkacionit nuk mundohet liberalizimi i vizave, pasi si parti opozitare nuk e keni mbështetur versionin aktual? Ne kemi thënë disa herë, do thotë mendoj që duhet secili qytetar i Kosovës ta kuptojë, se edhe nëse varet vetëm nga demarkacioni nuk duhet të shkojmë pa në këtë drejtim, sepse ne nuk mund të falemi toka në këmbim të
udhëtimit lirshëm nëpër Evropë, sepse mendoj se neve na takon, ne jemi pjesë e Evropës, na takon të lëvizim lirshëm sikur qytetarët e tjerë. Nuk mundem ne çdo herë të bëhet pazaret ndam vendit tonë. Po, flasim krejt për fond për çështjen e organizimit të zgjedhjeve. Është propozuar ideja që vitin e ardhshëm të mbahen 2 palë zgjedhjet në kostesh pra në Prako. Sa është opsioni i pranueshëm kjo për nismën për Kosovën? Ne kemi bërë thirrje të thotë që vendi sa më parë të shkon zgjedhje. Mirë po të gjinën të ulët, e thamë edhe më herët, të nuk kërkohet reformë zgjedhore, të ulmi partitë dhe të caktojmë datën e zgjedhjeve. Do thotë forma, a mund shkojmë të thonë paralel edhe me zgjedhje komunale, me zgjedhje parlamentare e mbetet, dhe thotë si nëse bim dakord të gjithë partitë politike mund të shkohet. Pra ju nuk jeni kundër këtij variante? Ne nuk jemi kundër, do thotë mundemi dhe të mohojmë për shembull pranverë edhe zgjedhjet komunale pa zgjedhjet parlamentare. Kur shihni ju krejtësisht për fond? Kur shihni ju orarin ose kohën më të përshtatshme që qytetarët të drejtohen kutive të votimit? Po ne thojmë është koha që të hymë zgjedhjet parlamentare, ndoshta të shpallosat, sepse e thamë edhe më herët këtij kuvendi, kësaj qeverie ka humbur legitimiteti shumë kohë më parë dhe nuk mund të vazhdojmë çdo vonesë, çdo shtyrje, edhe një ditë do thotë shkon dëm të vendit. Po, do t'ja thoni ne falenderojmë shumë për kohën që ndat për shikuesit tanë. Faleminderit atë juve. E juve shikues të nderuar, ju lënë në shoqërinë e Milieta Morinjes me Pazitën e Tribunë. Mirupafshim.